kur vendi merr emrin e një familjeje apo të një fisi. Lidhja midis emrave dhe vendeve funksionon edhe anasjelltas. Në shumë raste, nuk është familja që merr emrin e vendit, por është vendi që pakëzohet me emrin e familjes apo të fisit që u vendos aty i pari. Kjo ndodhte sepse fiset të mëdha dhe të fuqishme zotëronin territore të caktuara dhe me kalimin e kohës e gjithë zona fillonte të thirrej me emrin e tyre. Shembuj të tillë janë krahinët apo fshatrat si Kelmendi, Kastrati, Bresha apo Gjonaj. Kjo tregon rëndësinë e madhe që ka pasur familja dhe fisi në organizimin e jetës shqiptare. Si lindën mbiemrat nga emrat e qyteteve dhe fshatrave. Shumë mbiemra shqiptar kanë lindur si pasojë e lëvizjeve të njerëzve nga një vend në një tjetër, duke shërbyer si një lloj treguesi për vendlindjen e tyre. Kur një familje shpërngulej nga mali në fush apo nga një krahinë në tjetrën, rreth thirrje shoqëror, shpesh i thërriste ata sipas emrit të vendit nga vinin, për t'i dalluar nga vendasit. Për shembull, nëse dikush vinte nga Dibra, ai njihej si filani nga Dibra, dhe me kalimin e kohës, kjo u shndërrua në mbiemrin zyrtar Dibra. E njëjta gjë ka ndodhur me mbiemra si Shkreli, Luma, Dardha apo Delvina. Kjo tregon se mbiemrat tanë ruajnë brenda tyre historinë e shtektimeve të paraardhësve tanë dhe lidhjen e tyre të fortë me tokën e origjinës, duke u bërë një dëshmi e gjallë e rrënjëve tona gjeografike. Si ndryshon fjala kur kthehet nga vend në mbiemër? Për të krijuar një mbiemër nga emri një vendi, gjuha shqipe përdor disa rregulla të thjeshta që ndihmojnë në kuptimin e preardhjes. Mënyra më e zakonshme është shtimi i shkronjës i në fund të emrit të qytetit apo të krahinës. Kështu, personi që vjen nga Prishtina merr mbiemrin Prishtina ose Prishtini, ai nga Korça bëhet Korçi dhe ai nga Vlora njihet si Vlora. Në zona të tjera, sidomos në veriun e Shqipërisë, përdoret shpesh parapashtesa AJ, siç është rasti i banorëve që vijnë nga Bushati që quhen Bushataj. Këto ndryshime të vogla në fund të fjalës na ndihmojnë të kuptojmë menjëherë se ky mbiemër nuk është thjesht një emër rastishëm, por tregon saktësisht pikënisjen e asaj familjeje në hartën e Shqipërisë.